Për mbrëmjes të hënës ka nisur shkarkimet nga hidrocentralet e Kaskadës së Drinit. Si pasojë e rritjes së prurjeve, shkarkimet që nisën me 700 m3 në sekond gjatë të martës në mesditë shkuan në mbi 1400 m3 në sekond prej Komanit dhe Vaudesit, përveç prodhimit, shkarkime këto të monitoruara dhe menaxhuara nga specialistët e hidrocentraleve. Efektet e para janë ndjerë në Nën Shkodër, ku fushat e njësisë Bërdiz dhe ato të anës së malit janë përmbytur. Zyrtarisht Kesh thot se prurjet në Kaskadë janë 3500 m3 në sekond, ndërsa nivelet e liçeneve Fjerza është 281.2 metra nga 296 metra që ka kuotën maksimale. Komani ka arritur në nivelin e 174.2 metrave, vetëm 1.3 metra larg kuotës maksimale, prej 175.5 metrash. Vaudesi ndodhet në kuotën e 74.9 metrave, rreth 1.1 metra poshtë nivelit maksimal prej 76 metrash. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare vijon të monitorojë me kujdes dhe në mënyrë të vazhdueshme situatën hidrike në Kaskadë, duke garantuar menaxhim të sigurt dhe efikas të burimeve ujore. Nëse prurjet do të vijojnë me këtë intensitet, ku rreshtet janë parashikuar të vijojnë deri në datën 8 janar, atëherë me shumë gjasa, shkarkimet do të jenë të pashmangshme, çka do të ketë një efekt zinxhir dhe të menjëhershëm edhe për zonën e Nën Shkodrës.